Në një dasmë shqiptare, ku duhej të mbizotëronin hareja, kënga dhe urimet për çiftin e ri, ndodhi diçka që askush nuk e kishte menduar. Në mes të sallës së zbukuruar me lule e drita, teksa nusja po priste urimet e radhës, vjehri i saj u afrua për ta përqafuar. Deri këtu gjithçka dukej normale, por çudia nisi kur ai, në vend të një përqafimi të zakonshëm apo një puthje në faqe, e puthi nusën në buzë përpara syve të dhjetëra të ftuarve. Sallës i ra një heshtje e rënë, të gjithë u pan me habi dhe tronditje, ndërsa çifti i sapomartuar mbeti i ngrirë pa e kuptuar çfarë kishte ndodhur. Ky gjest i papritur ndezi diskutime të menjëhershme mes të ftuarve dhe hodhi një hije mbi festën që duhej të ishte vetëm gëzim. Dasma ishte përgatitur me muaj të tërë. Në fshat të gjithë flisnin për të, pasi djali i vetëm i familjes së njohur martohej më në fund. Salla ishte zbukuruar me lule të bardha, tavolinat të mbushura plot, muzika e orkestrës shpërthente me këngë popullore dhe dasmorët vallëzonin me hare. Nusja shkëlqente me fustanin e bardhë dhe me buzëqeshjen e saj të ndrojtur, ndërsa dhëndri i qëndronte pranë, krenar e i lumtur. Ishte një mbrëmje që pritej të mbahej mend gjatë, por askush nuk do ta kishte menduar se do të mbahej mend jo për gëzim, por për një skenë që do të trondiste çdo njeri të pranishëm. Në qendër të sallës, përpara kamerave dhe syve të të gjithëve, ndodhi diçka që e përmbysi atmosferën në çast. Vjehri, një burr rreth të 50-tave, i njohur për karakterin e tij të fortë dhe për humorin që shpesh kalonte kufijt, u ngrit nga tavolina. Me gotën e rakisë në dorë, eci drejt çiftit të ri. Në fillim, të gjithë menduan se do të thoshte një urim apo do të ngrinte një dolli për nusën dhe djalin e tij. Muzika u ul paksa, njerëzit kthyen kokat, kameramani nisi të afrohej që të kapte momentin. Ai e përqafoi djalin e vet, pastaj u kthye nga nusja. Ajo u përkul me respekt për ta puthur në faqe, siç ishte zakoni. Por, në vend të kësaj, vjehri u përkul më afër dhe, pa u menduar dy herë, e kapi nga fytyra dhe e puthi në buzë. Në atë sekond, muzika u ndal, dasmorët u ngritën në këmbë dhe një murmurim e rënd përshkoi sallën. Dikush lëshoi një britm të lehtë, të tjerë mbuluan gojën me duar, ndërsa kameramani nuk dinte nëse duhej të vazhdonte të filmonte apo ta ulte kamerën. Nusja mbeti e ngrirë. Sytë e saj u hapën, fytyra i skuq dhe për një moment nuk dinte as si të reagonte. Dhëndri, i kapur i papërgatitur, u shtang në vend si i gozhduar. I dukej sikur gjithë bota i ishte rrëzuar përpara syve. Një skenë e tillë, në ditën më të rëndësishme të jetës së tij, ishte e paimagjinueshme. Në tavolina filluan të shpërthenin zërat, e pabesueshme. Tha një grua e ulur afër. Turp, çfarë ishte kjo? Tha një tjetër. Disa dasmor qeshën nga hutimi, të tjerë lëviznin kokën me mosbesim. Ishte një moment që askush nuk dinte si ta përballonte. Dhëndri u kthye nga babai i tij dhe e shtyr lehtë me dorë, duke e pyetur me zë të ulët, "Çfarë po bën, baba?" Vjehri, me sytë gjysmë të turbulluar nga rakia dhe nga euforia e dasmës, qeshi sikur të mos kishte ndodhur asgjë. "Është nusja jon, është si vajza ime. Pse bëni kështu?" Tha ai me një ton që donte të tingëllonte i pafajshëm, por që vetëm shtoi zjarrin në turmën e tronditur. Nga ai çast, atmosfera e dasmës ndryshoi plotësisht. Nuset e tjera të pranishme nisën të shikonin me habi. Disa u ngritën dhe dolën jashtë, duke përshpëritur me njëra tjetrën. Të afërmit e nusës u ndjen të fyer, të poshtëruar, dhe disa prej tyre filluan të grumbulloheshin për të kërkuar shpjegime. Nëna e dhëndrit, e ulur në tavolinë, vuri duart në kokë dhe nuk po besonte atë që kishte parë. Ishte një skandal i madh, një njoll mbi familjen që deri atëherë mbahej me nder. Nga ana tjetër, nusja nuk arrinte të mbante lotët. Ajo ndjeu një peshë të rënd në kraharor, sikur jeta e saj e re po fillonte me një turp publik. Dhëndri, mes zemërimit dhe hutimit, nuk dinte nëse duhej të ndërpriste dasmën, të përplasej me babain e vet, apo të mundohej ta mbante gjithçka nën kontroll për hir të nusës. Por fytyra e saj e përlotur ja bëri të qartë se asgjë nuk do të ishte më si më parë. Dasma tashmë nuk kishte më asgjë nga gëzimi i mëparshëm. Muzikantët, që nuk e kuptonin se çfarë po ndodhte, i ranë disa herë veglave për të ringjallur atmosferën, por askush nuk vallëzonte më. Të gjithë sytë ishin drejtuar nga çifti dhe vjehri, të mbërthyer në atë dramë të papritur. Dhëndri, i skuqur në fytyrë, nuk dinte ku të futej.
kishte dëshirë të bërtiste, të godiste babajnë e tij para të gjithëve, por në të njëjtën kohë një zë i brendshëm i thoshte: "Është babai yt, në mes të dasmës, mos bëj më shumë turp." Por çdo sekondë që kalonte, ndjente se respekti i tij ndaj babait po shkërmoqej. Nusja ndërkohë u largua paksa, duke i mbajtur lotët me zor. Motra e saj e vogël ju afrua, e mori për dorë dhe e çoi pranë një cepi të sallës. "Mos qaj këtu, të gjithë po të shohin," i tha me një zë të bull. Por si mund të mos qante? Ishte dita që duhej të ishte më e lumtura e jetës së saj, dhe ishte kthyer në një makth publik. Nga ana tjetër, të afërmit e nusës nisën të tensionoheshin. Një daj i saj u ngrit në këmbë dhe, me sytë plot zjarr, ju drejtua babait të dhëndrit: "Ç'është kjo që bëre, more burr? Si mund të sillesh kështu para gjithë njerëzve?" Zërat u ngritën. Disa burra u futën mes tyre për të qetësuar situatën, ndërsa gratë përshpëritnin duke hedhur sy të mprehtë. Dikush tha: "Ky s'është gjest i zakonshëm, ky është turp i madh." Ndërsa një tjetër u përgjigj: "Mos ndoshta ishte nga rakia? Ndoshta nuk e kuptoi ç'bëri." Por fjalët nuk mjaftonin për të shlyer atë që kishte ndodhur. Turpi tashmë ishte hedhur mbi nusën dhe familjen e saj, dhe askush nuk e kishte fuqinë ta fshinte. Dhëndri më në fund mori guximin. Eci drejt nusës dhe i kapi dorën fort. "Më fal," i përshpëriti. "Unë s'kisha asnjë ide që do të ndodhte kjo." "Më beson?" Nusja e pa me sytë e skuqur. Ajo e donte, por nuk mund ta fshinte ndjesinë e poshtërimit që sapo kishte përjetuar. "Nuk është faji yt," i tha, por zëri i saj ishte i thyer. "Por si do të jetoj unë me këtë kujtim? Si do t'i shoh njerëzit nesër në sy?" Dhëndri uli kokën. Ai e dinte se fjalët e saj ishin të vërteta. Njerëzit do të flisnin për vite me radhë, dhe çdo herë që dikush do të përmendte dasmën e tyre, do të kujtonte vetëm atë moment. Nga ana tjetër, vjehri, i cili e kishte shkaktuar gjithë këtë rëmuj, sillej sikur asgjë nuk kishte ndodhur. U kthye në tavolinën e tij, ngriti gotën dhe tha: "Hajde, gëzuar për çiftin." Por askush nuk e pasoi dollinë e tij. Disa burrave u erdhi të ngriheshin e ta përzinin nga salla, por për respekt ndaj familjes, u përmbajtën. Nëna e dhëndrit ju afrua dhe i tha me një zë të mbytur nga turpi: "Nuk ke më turp? Ç'na bëre në sytë e botës?" Ai e shtyu dorën e saj, duke bërë sikur nuk kuptonte. Por në të vërtetë, brenda tij nisi të ndiej një farë peshë. Ishte ai momenti kur kuptoi se ndoshta kishte bërë një gabim të madh, por krenaria nuk e linte të pranonte. Dasma vazhdoi në një gjendje të çuditshme, ku askush nuk kishte më dëshirë të hante apo të kërcente. Të gjithë shikonin njëri tjetrin me sy të hutuar, ndërsa fjala turp përshpëritej në çdo tavolinë. Nusja rrinte e heshtur pranë burrit të saj, duke e shtrënguar dorën fort, sikur vetëm ai mund t'i jepte pak qetësi. Por në shpirtin e saj ndjente se asgjë nuk mund ta fshinte atë moment. Çdo herë që mbyllte sytë, ndjente buzët e vjehrit mbi të sajat, dhe kjo e bënte të ndihej e njollosur. Dhëndri mundohej t'i qëndronte pranë, por sytë e njerëzve e digjnin. Ai e dinte se prej asaj nate, emri i tij dhe i nusës do të lidhej gjithmonë me një skandal. Dhe jo me gëzim. Kur festa përfundoi dhe shumica e dasmorëve u larguan, shtëpia e dhëndrit ishte kthyer në arenë debatesh. Të afërmit e nusës ishin të turbuar. Daja i saj kërkonte llogari me zë të lartë: si ka mundësi që një burr të bëjë një gjë të tillë me nusën e djalit të vet? Ky nuk është gabim, ky është fyrje për gjithë familjen tonë. Dhëndri u përpoq ta qetësonte: "Ju lutem, mos e përkeqësoni më shumë. Babai ka qenë i dehur, nuk e ka pasur me qëllim, por askush nuk e besonte." Shumë prej tyre mendonin se ishte një veprim i qëllimshëm, një shfaqje e papërmbajtshme e një dëshire të fshehtë. Dhe kjo ishte edhe më e rëndë. Nëna e dhëndrit qante në një qoshe. E turpëruar, ajo nuk mund t'i ngrinte sytë nga të ftuarit që kishin mbetur. "Na shkatërroi gjithçka," përshpëriste. "Na vuri në faqen e zezë." Vetë vjehri, që tashmë ishte ftohur pak nga rakia, përpiqej të mbrohej: "Po ç'ka ndodhur, more njerëz?" Një puthje ishte: "Mos e bëni kaq të madhe. Në gëzim, gjithçka ndodh." Por fjalët e tij nuk bindën askënd.
Sa më shumë mundohej ta zbuste, aq më shumë shtohej zemërimi dhe përbuzja e njerëzve ndaj tij. Të nesërmen, fshati i vogël ku jetonin ishte në zjarr thashë themesh. Të gjithë e kishin marrë vesh ngjarjen. Në dyqanin e fshatit, gratë përshpëritnin mes tyre. E dëgjove ç'bëri ai? Puthi nusën në buzë para gjithë njerëzve. Turp, çfarë do t'i ndodh asaj vajze tani? Ndërsa burrat teksa pinin kafen e mëngjesit tundnin kokën me ironi, ky nuk ishte dasëm, ishte dram. Në një ditë të vetme, një ngjarje e vogël në sytë e disa njerëzve ishte kthyer në një njollë që do të ndiqte çiftin dhe familjen për vite të tëra. Në ditët që pasuan, shtëpia e çiftit të ri nuk njohu qetësi. Nusja u mbyll në dhomë, duke refuzuar të fliste me këdo. Lotët i rridhnin shpesh pa e kontrolluar, dhe çdo herë që dhëndri përpiqej t'i afrohej, ajo i kthente shpinën. Nuk është faji yt, i pëshpëriste. Por si do ta përballoj këtë turp? Si do t'i dal nesër njerëzve përpara? Dhëndri ndihej i pafuqishëm. Zemra i digjej, sepse e donte nusën me gjithë shpirt, por njëkohësisht e ndjente se babai i tij ja kishte shkatëruar lumturinë që në fillim. Ai e kishte pritur këtë martesë si një ëndër, por ajo ëndër ishte kthyer në makth, përplasjet mes dhëndrit dhe babait shpërthyen herët. Një mbrëmje, teksa po hanin darkë, dhëndri nuk duroi më, a e kupton çfarë bëre? I tha me një zë që dridhej nga zemërimi, më vure nusën time në siklet, më turpërove para gjithë njerëzve. Më shkatërove ditën më të bukur të jetës. Babai uli kokën për një moment. Por më pas, me një buzëqeshje të hidhur, tha, e bëra pa menduar, djali im. Nuk ishte me qëllim. Por djali nuk u bin, një burr që nuk e kontrollon veten, një burr që nuk e di ç'bën, nuk është baba për mua. Fjalët ranë si thika mbi zemrën e plakut. Ai nuk e priste të dëgjonte diçka të tillë nga i biri. Nga ana tjetër, familja e nusës filloi të mendonte seriozisht për ta marrë vajzën mbrapsht. Vëllezërit e saj i shkuan në shtëpi dhe i thanë, nuk është vonë të kthehesh. Nuk mund të jetosh me një burr që babai i tij të ka poshtruar kaq rënd. Por nusja, mes lotëve, u përgjigj, unë e dua burrin tim. Nuk është faji i tij. Problemi është babai i tij. Nëse largohem, e vras dashurinë time. Kjo përgjigje tregonte sa e ndarë ishte zemra e saj mes dashurisë dhe krenarisë. Fshati vazhdonte të përvëlohej nga thashëthemet. Çdo ditë dilnin versionet e tyre, disa thoshin se vjerri e kishte bërë qëllimisht, të tjerë se ishte vetëm deje momentale. Por, sido që të ishte, nusja e ndjente veten në qendër të një gjykimi publik të pamëshirshëm. Ajo nuk dilte më nga shtëpia. Kur shikonte nga dritarja, shite gratë që flisnin dhe qeshnin mes tyre dhe e dinte se qeshnin me të. Çdo natë, ajo lutej me veten, o Zot, pse më ndodhi mua kjo? A do të më harroj ndonjëherë bota? Një mbrëmje, pasi kishte duruar ditë të tëra heshtjeje e dhimbjeje, nusja më në fund e gjeti forcën për t'u përballur me vjerrin. Ai po pinte kafen në verandë, sikur s'kishte ndodhur asgjë, kur ajo doli para tij me sytë e skuqur nga lotët. A e kupton çfarë më bëre? Tha me zë të ngjirur. Ai ngriti sytë, u hutua për një moment, por më pas tentoi të qeshte. Mos e merr kaq seriozisht, bi. Një puthje ishte. Ajo u drodh nga fjalët e tij, një puthje? Për ty mund të ishte një lojë, por për mua ishte turp, poshtërim. Ti më bëre të ndihem si një grua pa vlerë, në ditën që duhej të isha më e lumtura. Fjalët e saj ranë si plumba. Për herë të parë, vjerri uli kokën dhe nuk foli. Ndoshta për herë të parë ai ndjeu se kishte kaluar kufirin. Por krenaria e tij nuk e linte të kërkonte falje. Heshtja e tij vetëm sa e shtoi dhimbjen e nusës. Dhëndri, që po dëgjonte gjithçka nga brenda, doli menjëherë dhe ju drejtua babait me zë të lartë. Thuaj të faleminderit. Thuaj që e ke turpëruar dhe që pendohesh. Apo krenaria jote vlen më shumë se martesa ime. Por plaku mbeti i heshtur, duke mbajtur sytë ulur, sikur të ishte ngulitur në vend. Pas kësaj skene, nusja shpërtheu në lodh dhe u fut në dhomë. Dhëndri shkoi pas saj, e përqafoi dhe i premtoi, unë jam me ty po që nevoja. Iki nga kjo shtëpi. Nuk dua që ti të vuash për fajin e tij. Ajo e shikoi me lot në sy, nuk dua të zgjedhësh mes meje dhe babait tënd.
Por dua që të kuptosh, unë nuk mund të jetoj kështu, çdo ditë dhe kujtoj atë moment. Këto fjalë e vunë dhëndrin në dilemë të madhe, mes dashurisë për Nusen dhe lidhjes së gjakut me baban, netët që pasuan ishin të gjata. Dhëndri flinte pak, shpesh dilte në obor dhe pinte duhan njëri pas tjetrit. Mendonte, a është e drejtë ta braktis babain tim? Apo është më e drejtë të mbroj Nusen time? Çfarë lloj burri do të jem nëse e lë të vuaj? Në fshat ndërkohë, njerëzit kishin filluar ta shikonin ndryshe çiftin. Disa ndjenin keqardhje për Nusen, të tjerë talleshin fshehtas. Çdo herë që ata shfaqeshin në rrugë, ndjenin sytë e botës mbi ta. Ishte si një barë që rëndonte çdo ditë më shumë. Një mëngjes, dhëndri e mori vendimin. Ai hyri në dhomë ku Nusja ishte ende në shtrat, me fytyrën e lodhur nga netët pa gjumë. I ul pranë dhe i tha me një zë të prerë, po ikim. Do të dalim nga kjo shtëpi. Nuk mund të lejoj që turpi i babait tim të shkatërrojë jetën tonë. Nusja e shikoi e habitur. Në sytë e saj kishte një përzierje shprehëse dhe frike. Je i sigurt? Është një hap i madh. Jam më i sigurt se kurrë. Unë të zgjodha ty dhe do të mbroj deri në fund. Nëse rri këtu, çdo ditë do të dhem më shumë. Të njëjtën ditë, ata i thanë vendimin e tyre familjes. Nëna e dhëndrit nisi të qante, duke ju lutur të mos largoheshin, mos e prishni familjen, ju lutem. Kjo është shtëpia juaj, mos ikni. Por dhëndri ishte i vendosur. U kthye nga babai i tij dhe tha, ti e hape këtë plagë. Ti nuk deshe të kërkoje falje. Për mua, kjo shtëpi nuk është më vendi ku mund të jetoj me gruan time. Plaku nuk foli. Vetëm pshërtiu dhe ndezi një cigare, si kur donte të fshite turpin e tij pas një reje tymi. Kur lajmi u përhap në fshat se çifti i ri ishte larguar nga shtëpia e burrit, thashethemet morën flak edhe më shumë. Nuk i duroi turpin, thoshin disa, e bëri mirë që iku, thoshin të tjerë, por, pavarësisht gjuhës së njerëzve, çifti ndjente një lloj lehtësimi. Për herë të parë pas ditës së dasmës, ata mund të merrnin frymë pa e parë çdo ditë njeriun që ua kishte helmuar fillimin e martesës. Në shtëpinë e re, edhe pse e vogël dhe modeste, ata nisën të ndërtonin jetën e tyre me hapa të vegjël. Nusja filloi të buzëqeshte sërish ngadalë, ndërsa dhëndri e shite me një dashuri edhe më të madhe. Ai e dinte se kishte humbur shumë, respektin për babain, lidhjen me familjen, por kishte fituar diçka më të shtrenjtë, paqen e gruas që e donte. Megjithatë, hija e asaj nate nuk zhdukej plotësisht. Çdo herë që përmendej fjala dasëm apo kur ata kalonin pranë sallës ku kishte ndodhur gjithçka, zemra e Nusës rrite fort, duke ja kujtuar plagën që kurrë nuk do të shërohej krejtësisht. Të nesërmen, kur zhurma e dasmës kishte rënë dhe salla ishte boshatisur, shumë nga të ftuarit ende flisnin për atë që kishte ndodhur. Në për tavolina kafenesh, në për biseda telefonike dhe në çdo takim të rastësishëm, fjala e parë ishte, e pe çfarë bëri vjerri në mes të dasmës? Disa e merrnin me shaka, duke thënë se ndoshta kishte qenë veç një gjest i pamenduar, të tjerë ishin të tronditur dhe e quanin një turp që do të mbahej mend gjallë. Thashethemet rrethuan jo vetëm çiftin, por gjithë familjen, duke lënë një hije të rëndë mbi gëzimin e një dite që duhej të ishte e paharrueshme për arsye të tjera. Nusja e re, e ulur në dhomën e saj të sapo dekoruar. Nuk dinte si ta përballonte situatën. Ajo e ndjente se sytë e të gjithëve ishin mbi të, jo më për bukurinë e fustanit të bardhë apo për buzëqeshjen e saj të sinqertë, por për atë moment të papritur që askush se kishte pritur. Brenda saj, përziheshin ndjenja të forta, turp, hutim, por edhe një ndjenjë zemërimi që i rritej çdo minutë. Ajo e dinte se nuk kishte faj, por megjithatë ndjeja e ekspozuar dhe e përdorur, sikur gëzimi i saj i pastër ishte njollosur para syve të botës, ndërkohë, dhëndri qëndronte mes dy botëve. Nga njëra anë ishte dashuria për Nusen e tij dhe premtimi që i kishte bërë, nga ana tjetër ishte respekti dhe frika nga jati. Një burr me autoritet dhe fjalë që gjithmonë zinte vend në familje. Ai e ndjente që nëse nuk do të reagonte, do ta humbiste besimin e gruas së tij, por nëse do të përballej hapur me të atin, rrezikonte të thyente lidhjen e ndjeshme të familjes.
Çdo këshill që merrte nga të afërmit ishte e ndryshme, dhe sa më shumë përpiqej të gjente një rrugë dalje, aq më shumë i dukej sikur ishte futur në një rrjet të dendur, ku çdo lëvizje mund të sillte pasoja të rënda. Pasditja e ditës tjetër erdhi e rëndë. Në shtëpinë e dhëndrit mbretëronte një heshtje e pazakon. Nusja nuk kishte zbritur ende nga dhoma e saj, ndërsa dhëndri ecte nervozisht në korridor, duke menduar se si ta çonte bisedën me tatin. Nëna e tij, që kishte parë gjithçka, e ndjente peshën e ngjarjes në shpirt dhe mundohej të qetësonte të birin, por pa sukses. Mos e rëndo situatën, biri im. Ndoshta që veç një moment i çmendur, ndoshta as nuk e mendoj, i përshpëriti ajo, por ai e dinte mirë se kjo nuk ishte një gjë që mund të fshihej me një justifikim të tillë. Më në fund, dhëndri u fut në dhomën e babait të tij. I ati rrinte ulur në koltukun e madh, me një gotë raki në dorë, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Baba, duhet të flasim, i tha ai me një ton që përpiqej të ishte i qetë, por i dridhej. Burri ngriti sytë dhe buzëqeshi lehtë, por ai buzëqeshje vetëm e ndezi më shumë zemërimin e të birit. Ç'është kjo që bëre para gjithë botës? E kupton turpin që i solle nusës time? Familjes son? Zëri i tij tashmë ishte i mbushur me mllef. I ati e uli gotën ngadalë, e shikoi drejt në sy dhe tha, isha i emocionuar. Ndonjëherë gjaku të merr mendjen. Mos e zmadho kaq shumë. Fjalët e tij ranë si thik në shpirtin e dhëndrit. Mos e zmadho. Ti e turpërove nusën time, më turpërove mua, turpërove veten. Ja ktheu me një të bërtitur që ushtoi në gjithë shtëpinë. Në atë çast, nusja zbriti poshtë shkallëve, sytë i kishte të skuqur nga lotët. Nuk dua të jetoj në këtë shtëpi. Jo me këtë njollë mbi mua, tha ajo me një zë të dridhur. Dhëndri ju afrua dhe ja kapi dorën, ndërsa baba i tyre i shikonte të dy me një fytyrë të ngrirë, me skrenarisë së lënduar dhe fajit që filloi më në fund t'i ngjitej në zemër. Një heshtje e rëndë pushtoi dhomën, e cila dukej sikur do të përcaktonte të ardhmen e familjes. Dhëndri shtrëngoi dorën e nusës më fort, sikur donte t'i jepte forcë përmes prekjes. Në atë moment ai e kuptoi se martesa nuk ishte thjesht një festë, një ditë me muzikë e valle, por një betim i shenjtë që duhej mbrojtur me çdo kusht. Ai u kthye nga Jati, i cili vazhdonte të rrinte në heshtje, dhe me një vendosmëri që nuk e kishte treguar kurrë më parë. Tha, unë nuk kam për ta lënë gruan time të vuaj për shkak të një gabimi që ti e quan emocion. Nëse nuk e kupton se çfarë turpi i solle asaj dhe nesh, atëherë jeti ai që humbet respektin tim, jo unë. Unë zgjedh atë. Zgjedh nusën time. Zgjedh familjen që po ndërtoj me të. Nusja nisi të qante, por këtë herë ishin lot të përzier mes dhimbjes dhe lehtësimin. Nëna e dhëndrit i mbuloi sytë me duar, duke mos dashur të shite më tej, ndërsa burri i saj mbeti pa fjalë. Për herë të parë në jetën e tij, ai ndjeu se fjala e tij nuk kishte më peshë. Çifti doli nga shtëpia dorë për dorë, ndërsa pas shpinës së tyre mbeti një heshtje e ftohtë dhe e rëndë. Dasma që kishte nisur si një ditë gëzimi u kthye në një provë të madhe për dashurinë e tyre, por njëkohësisht u bë edhe pika ku ata vendosen se kush kishte përparësi, respekti, besimi dhe zgjedhja për të qenë bashkë, dhe teksa nata i mbështolli, ata kuptuan se, pavarësisht gjithçkaje, kishin njëri tjetrin. Dhe kjo mjaftonte për të nisur një jetë të re, larg hijes së turpit, por të mbushur me forcë dhe vendosmëri.